shpesh herë floku ynë duket i pashëndetshëm dhe tepër i çrregullt për syrin, pavarësisht kujdesit të vazhdueshëm për të. Nuk janë të pakta rastet kur ai yndyroset dhe krijon zbokth. Personat më të predisponuar për ta vuajtur më shumë këtë janë personat me flokë të drejta, pasi përhapja e yndyrës mbi këto flokë është shumë herë më e lehtë krahasuar tek ato me kaçurela. E gjitha kjo ndodh për shkak se gjëndrat e yndyrës janë tepër aktive. Janë të shumtë njerëzit që kanë këto probleme me flokun, aqsa edhe pak orë pas larjes duket sërish i yndyrshëm. Ndonësi gjithë ky proces që ndodh është krejt i natyrshëm, ekziston mundësia e parandalimit dhe kurimit të kësaj dukurie. Estetistja Emma do na jap disa këshilla trajtimi të këtij faktori që duhet t'i ndiqni të gjithë ju që vuani nga kjo gjë. Yndyra në flok krijohet nga larja e shpeshtë, nga tipi lloj që është vetë i yndyrshëm dhe ka disa mënyra për ta eliminuar. Ka shampo, në fillim pasi bëjmë larjen me shampon kundra yndyrës, përdorim dhe maskën që është ekstra për kundra yndyrës dhe pastaj e trajtojmë me një ampull që është kundra yndyrës, që përdoret një herë në javë. Tani unë do t'i aplikoj pas larjes dhe pas përdorimit të shampos një ampull që është kundra zbokthit, kundra yndyrës. Kryesisht vendoset në rënjë, pasi është për të eliminuar yndyrën. Kjo duhet përdorur të paktën 4 javë. Në qoftë se do ta lajmë një herë në 4 ditë flokun. Duhet ta mbështillim kokën disa minuta që të kryejë funksionin e vet. Gjithmonë duke e masazhuar lehtë me mollza, se po ta masazhojmë më shumë, lëkura e kokës krijon peta dhe quhet zbokth. Pastaj krijohet zbokth dhe nuk kemi bërë asgjë të mirë. Floku me yndyrë nuk duhet të lahet shumë shpesh, duhet lahet të paktën një herë në 4 ditë. Sepse ka koka që thotë laj çdo ditë dhe ajo duke e larë, duke riprodhuar më shumë, duke i bërë një pauzë flokut, mbasi i bën trajtimin, floku fillon në rimerr veten. Personat që nuk kanë mundësi të vinë në parukeri mund të aplikojnë këtë në kushte shtëpie, duke përdorur gjëra popullore si uthulla e fshatit, që është uthull shumë e mirëfill. E lyen kokën 20 minuta në pjesën e rënjës dhe pastaj e lë atë të veprojë. Pastaj shplarja e fundit bëhet vetëm me një gjys ujë, gjys uthull, një herë në javë, edhe jep rezultat shumë mirë brenda një muaji. Pasi i bëm trajtimin, ampullën, larjen me shampo, maskën kundra yndyrës dhe pasi i bëm dhe ampullën, floku është më i shkëlqyeshëm, ajroset lirisht dhe kuptohet më i shëndetshëm.